I tërë falëndërimi I takon vetëm Allahut te bareke wa taala. Vetëm ata e adhurojmë dhe vetëm prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe përshëndetja qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në rrugës e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër të adhuruar më të drejtë pas Allahut xhalla shanuhu, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij. Gjëja më e mirë, virtyti më sublim me të cilën besimtari e edukon veten e tij, është madhërimi I Allahut në zemrën e tij. Nuk shfaqen pargullësitë në mesin tonë dhe nuk nënçmohemi si besimtar vetëm atëherë kur madhërimi I Allahut te bareke wa taala dobësohet në zemrat tona. Madhështia, lartësimi, superiori janë vetit me të cilat cilësohet Allahu xhalla shanuhu. Në këtë mënyrë dhe I ka urdhëruar robërit e Tij që ta adhurojnë atë dhe që ta cilësojnë atë. Dhe po ashtu I ka qortuar ata të cilët nuk e bëjnë një gjë të tillë, ata të cilët nuk ja japin hakun Allahut te bareke wa taala dhe pozitën të cilën ai e meriton tek robërit e Tij. Andaj tha: "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara", ç'është me ju që Allahut nuk I shprehni madhështinë që ai e meriton. Madhërimi I Allahut te bareke wa taala nënkupton dy çështje kryesore, nënkupton dy çështje elementare. E para prej tyre është madhërimi I shenjtrive të Allahut te bareke wa taala. Shenjtri është gjithçka që Allahu ka urdhëruar nga çështjet e fesë. Kurse ti shëntrosh shenjat e Allahut don të thotë që atyre t'u japësh pozitën e merituar, duke e madhruar me to Allahun te bareke wa taala me zemër dhe me ndjenje, duke madhruar Allahun te bareke wa taala duke e shprehur dhe duke e manifestuar këtë ndjenjë tek Allahu te bareke wa taala. Andaj Allahu tha: "Zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." E kush I madhëron shenjat e Allahut, kjo është shenjë e zemrës së devotshme. E dyta prej tyre është madhërimi I ndalesave të Allahut, ajo është ndalja tek kufinjet të cilët I ka përcaktuar Allahu për robërit e Tij dhe mos te kalimi I atyre kufinjeve. Andaj Allahu te bareke wa taala tha: "Zalika wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." E kush I respekton ndalesat e Allahut, kush I respekton ato të cilat Allahu I ka ndaluar për robërit e Tij, kjo është më e mirë për robin tek Zoti I tij. Ibn Kathiri në komentimin e këtij ajeti thot: "Kush u shmanget gjunoheve dhe gjërave të ndaluara dhe kryerjen e tyre e konsideron diçka të madhe në veten e tij, për këtë do të gjej shpërblime tek Allahu te bareke wa taala." Pra kush e ndjen veten keq, edhe atëherë kur ai I bën gjunah Allahut te bareke wa taala, edhe kur ai I mëkaton Allahut te bareke wa taala, mirë po në veten e tij ndjen keqardhje, në veten e tij është I bindur se veprën të cilën po e bën, është I bindur se punën për të cilën po e bën është mëkat tek Allahu te bareke wa taala dhe ai ndihet keq për këtë çështje, kjo është një shenjë se ky njeri e don Allahun te bareke wa taala dhe I madhron shenjat e tij dhe I respekton shenjëtritë e tij, edhe nëse ai realisht
bjen në mëkat apo bjen në gjuna. Shenëtrit e Allahut janë disa llojshe. Janë ato të cilat ndërlidhen me kohët, janë ato të cilat ndërlidhen me vendet, dhe janë shenjtrit të cilat ndërlidhen me adhurimet. Allahu te bareke ve taala i shenjtroi disa kohë ndaj kohërave të tjera. Allahu e shenjtroi muajin e bekuar të Ramazanit dhe e bëri obligim agjërimin e tij. Pra këtë muaj e dalloi nga muajt e tjerë. Po ashtu Allahu te bareke ve taala i shenjtroi disa muaj dhe i bëri të ndaluar, dhe në këta muaj e bëri, pra muajt e ndaluar, në ta e bëri e ndaloi luftën. Pastaj Allahu te bareke ve taala i shenjtroi 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja nga ditët e tjera të vitit. Po ashtu Allahu te bareke ve taala e shenjtroi ditën e Xuma dhe atë e dalloi nga ditët të tjera të javës. Po ashtu shenjtrimet të cilat ndërlidhen me vendet, Allahu te bareke ve taala i shenjtroi disa vende nga disa vende të tjera. Allahu i shenjtroi xhamiat, i shenjtroi shtëpitë e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Vendet më të dashura të Allahut janë xhamit. Kurse nga xhamit Allahu te bareke ve taala po ashtu i shëntroi disa prej tyre. E bëri të dalluar çabën e bekuar nga xhamit e tjera. Po ashtu e bëri të dalluar dhe e shenjtroi xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj xhamive të tjera. Po ashtu e shenjtroi Mesjidul Aqsa, e cila ndodhet në Palestinë, nga xhamiet e tjera. Pra Allahu shenjtron dhe atij i takon që të shenjtroj dhe të dalloj gjëra dhe t'u jap atyre pozita dalluese nga gjërat e tjera. Lloji i tretë i shenjtrimeve të cilat Allahu te bareke ve taala e bëri është shenjtrimi i adhurimit, shenjtrimi i cili ndërlidhet me adhurimet. E ato janë gjithçka që Allahu ka urdhëruar që të veprohet, apo gjithçka që Allahu ka ndaluar nga to. Pra Allahu, kur diçka urdhëron që të veprohet, aja don të thotë se Allahu e ka shëntruar atë. Dhe kur Allahu ndalon diçka, kjo don të thotë se Allahu te bareke ve taala e ka shëntruar këtë gjë dhe e ka bërë të ndaluar që të veprohet. Këtu hynë të gjitha obligimet të cilat i ka përcaktuar Allahu për robërit e tij, sikurse namazi, zeqati, haxhi, agjërimi i Ramazanit. Shenjtrim i namazit don të thotë që ti ta falësh atë, jo ta pohosh vetëm me gojën tënde, mirë po, ta falësh atë siç Allahu ka urdhëruar. Shenjtrim i agjërimit do të thotë që ti të agjërosh muajin e bekuar të Ramazanit. Shenjtrim i zeqatit do të thotë që ti ta japësh zeqatin. Pastaj shenjtrim i haxhit do të thotë që ti ta kryesh haxhin nëse ke mundësi. Po ashtu këtu bëjnë pjesë shenjat të cilat kanë të bëjnë me bindjet e besimtarit, siç është madhrimi i libret të Allahut te bareke ve taala. Imam Nawawi thotë se të gjithë dietarët janë në ujdi, janë në konsensus se nëse dikush e fyen librin e Allahut dhe nuk e shenjtron atë dhe nuk e madhëron atë, ka dalur
nga feja dhe ka bërë kufër. Pra është obligative që besimtari ta shëntroj librin e Allahut te bareke ve taala. Është obligative për çdo besimtar që ta madhroj librin e Allahut te bareke ve taala dhe që t'i përmbahet urdhresave të tij dhe t'u përmbahet ndalesave të tij. Në momentin që ne i përmbahemi urdhresave të tij dhe ndalohemi nga ndalesat e tij, kjo do të thotë se ne e kemi shëntruar librin e Allahut dhe atij ja kemi dhënë vendin e merituar të cilin ai e meriton. Po ashtu shënitrim do të thotë të madhruarit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmbajtja ndaj sunetit të tij, përmbajtja ndaj urdhrave të tij, përmbajtja dhe ndalimi nga ajo me të cilën ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentin që ne i përmbahemi mësimeve të tij, ne e kemi shënitruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë mënyrë e kemi adhuruar Allahun tebareke ve taala. Thot Allahu tebareke ve taala: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi. O ju të cilët keni besuar, mos i jepni përparësi askujt tjetër ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra, shënitrim është që fjala e pejgamberit, fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jetë tek ne e para, të jetë tek ne në opsionin e parë, të jetë tek ne zgjidhja e parë para çdo zgjidhje tjetër, dhe të jetë tek ne ajo e cila ka përparësi para çdo kujt tjetër. Në momentin që ne e madhërojmë kështu fjalën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja kemi dhënë shënitrin e merituar dhe me këtë rast e kemi adhuruar Allahun tebareke ve taala. Të nderuar besimtar, ndalesat janë kufinjet të cilët Allahu i ka përcaktuar për robërit e tij. Andaj duhet që çdo besimtar të respektojë këta kufinje, të respektojë këto ndalesa. Thot Allahu tebareke ve taala: Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudh zalimun. Dhe këto janë kufinjet e Allahut, dhe mos i te i kaloni kufinjet e Allahut, sepse kush i te i kalon kufinjet e Allahut, kush i te i kalon ndalesat e Allahut, të tillët janë nga zullumçarët. Pra Allahu i ka quajtur zullumçar dhe të padrejtë ata të cilët nuk i respektojnë ndalesat e Allahut tebareke ve taala. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ala inna li kulli malikin hima, ala inna hima Allahi maharimuhu. Çdo mbret e ka zonën e tij të ndaluar, kurse zonë e ndaluar e Allahut tebareke ve taala janë ndalesat të cilat i ka përcaktuar për robërit e tij. Pra në momentin që ne ndalemi tek kufinjet e Allahut tebareke ve taala, i respektojmë ato kufin, ne e kemi madhruar Allahun tebareke ve taala dhe ja kemi dhënë pozitën të cilën ai e meriton. Në momentin që ne në zemrat tona ja japim Allahut pozitën të cilën e meriton ai, ne me automatizëm e kemi adhuruar Allahun tebareke ve taala, dhe kjo na bën që ne të ngritemi tek Allahu, na bën prej robërve të tij të mirë, na bën prej robërve të tij të sinqertë, dhe padyshim se Allahu njerëzve të tillë do t'u lehtësoj jetën e tyre, do t'u lehtësoj brengat e tyre, do t'u lehtësoj mërzitë e tyre, dhe Allahu tebareke ve taala të tillët do t'i ngrit në këtë botë para se t'i ngrit në botën tjetër. Andaj e lutim Allahun tebareke ve taala që të na bëjë prej robërve të tij të sinqertë, të cilët
e madhërojnë Allahun te bareke ve teala me zemrat e tyre dhe e madhërojnë atë me gjymtyrët e tyre, duke ju bindur atij në praktikimin e asaj me të cilën na ka udhëruar dhe me ndalimin e asaj prej së cilës ai na ka ndaluar. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.